Ne I bëm kërkesë prefektes, na priti, ja çam me hallin tonë tamam si është për shumë mrena gjitha kornizave ligjore. Na premtoi që unë do të merrem tha me çështje, unë e vung tash e re. Besojmë si na do të kërkojmë çdo institucion. Besoj si aja do të veprojë sipas ligjit. Pra do shohin çështjet, edhe na premtoi gjitha institucionet tha do t'ju kërkoj tha. Qysh avokati pollit të gjitha me bashki, me të tona do t'ju kërkoj tha informacione tha si duhet më shota, na kanë ardha edhe informacione prej avokatit popullit. Janë tha por asaj e la me qut unë disa dokumenta që nuk I kishte ajo. Ujtë e pishëm aty ashtu. Por aty nuk ka rrugë tjetër. Vetëm mu hjek gurorja. Uji ka të bollshëm. Bëme I takim me prefektin, I diskutuame se kanë bë takim edhe me rallën tjetër me kryetarin e bashkisë, Benet Becin. Ja në ku me prefektes, si kryeministër I Shkodrës është kjo. Tash kjo ka ndorë që të lëvizin institucionet, sa mrena korniza ligjore si ka, inshallah po bjen taman përshkojnë punët atë ku duhet. Inshallah s'bjen nasi kërkuam edhe I takim me kryeministrin, nëse na bojnë të mundun, mirë, s'na bonën të mundur, prap se prap na këta ankesa, këta kërkesa nuk do t'i nalim deri në Hag.